Lumi nuk nolet të bicikasë. Lumi del sot gjatë ditës edhe një qëndrim tjetër. Si që dini sot, PZAP-ja, pas ankesës e LDK-s, është marrë vendim që mos lejon me votu diaspora jashtë në ambasadës. Do të thotë, duhet me votu mrena ambasadës. Ishin prej lëvizjave vendosje, këta pe marrin me vendosja si kur tendencë mos me lon diaspora me votu. Lumi në këtë situatë është bërë nervoz. Lumi zë në ka dalë edhe me një status. Ka hi këza fellit. Lumi e ka marrë seriozisht garën politike. Shkojmë të lexojmë statusin e Lumit, mas bëmis publike, mas reagimeve të shumta. Pasi PZAP pranon ankesën e LDK-s që diaspora mos më leju me votu gjithkum, por me u votu veç në ambasada. Këta po thirin që në ligjshmëri para arsye se ka mujt më kesh përdor vota. Lumi sot me sabah, si që ka qilë syt, i ka po reagimet e krejt akterëve të vendosjes, edhe po thot kështu. Sekti i vetëvendosjes po do t'i manipuloj votat e diasporës. Mërgata nuk nënshtrohet më. Sekti i vetëvendosjes po do t'i manipuloj votat e diasporës. Mërgata nuk mashtrohet më. Lumi ka njës pak me bo marsh për suzhuhen. Ne ju bojnë athire të gjithë akterve që për këto 5 vjetë i kanë thonë Albin Kurtit populist, i kanë thonë Albin Kurtit si dikush që po përdor gjuhë të ashpër, ka përdor gjuhë të ashpër, zoti Kurtit dorën zemër, babiko, kjo është e vërtet. Sot ka nisë më bo në ethet të votave, në ethet përshkimit votave, ka nisë me imitu kundërshtarin e tyre. Sekti, pequn, Lumi pequn sekti. Pa një, pa dy, ju thoni, vetëvendosja e në këndë gjumë. Edhe pse Lumi e ka qitë statusin para se mësu diaspora me shkum pun, vetëvendosja, si gjither babiko, pranë asaj. Shkojna me reagimin e parë, hiq ma shumë se sa bashkryetarja e Partisë Guxo, partnerit ikonik, legendar të vetëvendosjes, Donika Gërvalla i përgjigjet Lumirit kështu. Lumirit mos qashini fjallët për veprat. Donika Gërvalla. Donika, kone fundit të Donika po bëllë nervoze. Ju thoni që me kanë lonë me si kas liderin LDK. So fakt babik si në LDK, kur vjen puna mu për la, nuk e mbroj njëni tjetrin. Se cili kalkulon depsin ose gabimin e tjetrit me kam nëj vot për veti. Pa një, pa dy, shot Galica e ish Guxos. Tash e LDK-s dorë Sakica, i kundër përgjigjet kështu levizet e vendosje. Përveç që familjarët si kanë bo, veç për dasma edhe votat e mërgatës duan të isojnë në restorante. Qa me thonë? Të mushet menja si në kitë ven, nuk jetën kërkush. Të mushet menja si e ardhme e këti venit, do dhe ndur të diasporës. është dorë në zemër, aspekt ekonomik, pa ta babika së janë të nahojnë. Por, kur ishe politikën, të shty për votat e diasporës, është një farë ofendimin dhe një farë injorimin daj popullatës shumicë, 80%, qifti tem, edhe këty një kolegëve 18 vjeçarit, që e pagun tatimin, zdo muj për me marrë rogë, kur ishe këto polemika, daj njëni tjetërit, kur ishe këtë situatë, sinqerisht për tonë, vjen me kajt, jo me kajt, po të vjen me mbërtit. Thu, qka ka në buri dheu ta me diasporën? Qasoj diasporës ja këna marë pi 3%, dhe lidhja tret, tani një farfondi tjetër, ta shtu ishku në zjedjet. Mu shëtmenja që votat e diasporës tu e përcaktojnë fitusin. Hajde, deri sot në ora 2, kur keni statistike funit, keni 22.000 aplikime diasporës që kanë votu. 22.000 vota i ka veç mahala em. Te bregu i dillit, prej banesave të sandarit deri të trektia, jo 22.000 vota. Për 22.000 vota, që vi njerës deri në kideregje, ma akuzu njoni tjetërin, deri pis sektit, e deri të dasmat, e deri të parazhykimet, mos ja këshyrja fjallë, këshyrja punë që është da Donika, sinqerisht po thëmë, s'kam të shka thëmë. Shkojnë edhe një lajnë tjetër. Deri këtu vjen puna, ako kundër përgjigje. Kolege e më aktoria e mirdor e doshtë të Ardiana Matoshi, mu ka posi profesorin Derumi Isa Mustafa dikur, korrike me tastatur, fap lojmet, fap gol Ronaldo, veç dhe ke Hashim Thosi ka fajet. Deri sa hiri koalicion me ta. Ardiana Matoshi nuk ka po një farë polici i rjetëve sociale. Ardion, qysh ja ke njës, babiko, po ketë kemi marrë votat sigur të ajkisë. Zatën në kitë ven, babiko, bone nuk shojte, bone nuk hojte, nuk dërson kërkush, nuk merë seriosisht. Bone nuk dole njerë që piculak në TikTok. Haro, babiko, që i famë shumë këtë vend. Haroj njerëzia, sa dush t'i folmeshëm, sa dush t'i bëgjonat mira, s'dole në TikTok, cilak një herë batik. Pa për ti, Gjuma Lilian, s'marin seriosisht.
Iliro Pedas Dardan, kërjena të rritet sociale dhe mania e votave. LDK, live janë general në emision, këtu duke diskutuar për situatat e fundit. Terin kry mirë. Një pyetje mas i vision live. A është të vërtit? Okej, u kry. Nimi shimi, qau, tung. A është të vërtit që Agim Sheku për një listën akës? A ta lëshin telefonin? Okej, lidhë tonë drejt për drejt kemi Dauta Haradinaj. Zoti Haradinaj, përshëndetje. Përshëndetje. Po sarkollojmë një lajmë stash që Agim Sheku do t'jen listën akës për të vërtet. Cëla është të vërteta? Agim Sheku është në familjen e vetë, në shpinë e vetë, është ish kryeministri i Aleancës. Mendoj që është një lajm i madh, por është e vërtetë. Kjo është e vërtetë. Do të thotë Agim Sheku zyrtarisht do të jenë listën akës. Po, Agim Sheku do të jenë shumë lajme tjera në 2-3 ditë të ardhshme. General, a ma dhe një lajm për një titull të sjesëm një titull bona dhe një pak viral. Kush tjetër? Cili shkon më i miri. Cili shkon më i miri? Kush mas Agim Sheku do të jenë listën akës? Dardan Krasniqi. Dardan Krasniqi. Do të thotë është e vërtetë që dhe kunati i Albin Aziu, Dardan Krasniqi do të jetë zyrtarisht në listën akës. Tjetër qa? Jo, boll 2, pelojna me ardhë në emision javën tjetër. Jo, kemi numra 11 do t'jenë emna të ri, Po. Mirë njohë gjithmonë edhe respekt për këta emna figura në rëndësishëm, që ndërojnë gjithmonë vërtetën historike të Aleancës. Zoti Haradinaj, kur kemi pas zyrtarisht kur kemi pas listën e përpylumet komplet të akës? Besoj për një 3 ditë, po unë mendoj që janë një 30 emna 3 mëdhaj nacional që janë emna shumë të rëndësishme. Prej shoqërisë civile, ish politikan, ushtarak, Avdi Rroci, general Arben Kiçina, vllai 4 dëshmorë, shumë emra. Do të ketë emra se tash do ta vërtetojmë të vërtetën e Aleancës. Ato që thonë amerikan për Aleancën. Çfarë thonë amerikan për Aleancën, zoti Haradinaj? Thonë që janë njerëz vërtet edhe e mbrojnë Kosovën. Zoti Haradinaj, faleminderit shumë për telefonatin, kishte kënaqësi ma konfirmu këtë lajm. Faleminderit shumë. Suksese në fushat. Faleminderit shumë. Tung. E kjo shumë lidhe të drejt për drejt zotin Haradinaj, tashmë sarkollon lajmi që Agim Sheku edhe Dardan Krasniqi do t'jenë listë. Sot jenë thjesht gjithë ditën sipas burimeve të caktuara të medjave. Tashmë kemi zyrtarisht nga nën kryetari i AK-s, zoti Dauta Haradinaj, që në listë do të jetë Agim Sheku, Dardan Krasniqi edhe shumë emra të tjerë, sipas zotit Haradinaj, që mbrana këtyre 3 ditëve do të bëhen publike. Metet më pas, se cilat kam qenë befasit e adherimet të fundit. Them edhe një herë të Ardiana. Ardiana Matoshi thot LDK-n luftë me diasporën. Sa omletëshin 3% prej tyne ju pëlqeke, ama tash s'po dojnë mo. Ani se kam ju dënu edhe mërgota edhe Perëndia me kysmet. Bre Depsuza. Unë e Mardiani këna kry bashkë akademin. Në akademinë artëm. Në akademi mas parit mësojnë fjallët e parat, mësojnë që është dhe me ka njeri. Zatë mësimet e para është sinceriteti i fëmijut. Në është ime mësu sinceritetin e fëmijut. Politika si të prish Ardian. Por, kolege, s'po folim ma mirë. Djemë, shkojmë marketing edhe këthejmë sa firmë së djemë. Marketing këthejmë shumë shpejt. Mësë ndroni kanalin.